Ish kryetari i Bashkisë së Vlorës Neki Dredha u përcoll me nderime dhe respekt për në banesën e fundit teksa mbylli syt në moshën 87 vjeçare. Ceremonia omazheve është mbajtur në Tiranë, ku morën pjesë shumë personalitete, bashkëpunëtor ndër vite të zotit Dredha, si dhe shumë autoritete, politikanë dhe qytetarë, që udhëtuan posaçërisht nga Vlora për të nderuar ish kryetarin e bashkisë, drejtuesin vizionar të institucioneve të shëndetësisë, mjekun human Neki Dredha. Në respekt të zotit Dredha, mori pjesë në ceremoninë e omazheve edhe një grup i zgjeruar i televizionit rajonal 6+1 Vlora. Neki Dredha ka drejtuar Bashkinë e Vlorës në vitet 1998-2000, ndërsa ishte edhe babai i kryebashkiakut të Vlorës Ermal Dredha. Neki Dredha ishte mjek me profesion dhe një nga figurat e njohura të shëndetësisë. Përveç angazhimit në mjekësi, ai mbajti edhe detyrën e kryetarit të Bashkisë së Vlorës, të cilën e përmbushi me sukses. Doktor Neki Dredha ishte një nga figurat më të spikatura dhe të respektuara të shëndetësisë në Vlorë, duke shërbyer për dekada me radhë me përkushtim ndaj komunitetit. Për kontributin e çmuar që ai ka dhënë, në vitin 2013, zoti Dredha u nderua me titullin më të lartë qytetar nder i Vlorës. Përveç karrierës së spikatur në mjekësi dhe angazhimit në qeverisjen vendore, Neki Dredha njeh edhe për pasionin e tij për letërsinë. Autoritetet më të larta, njerëz të politikës, por edhe qytetarë, të cilët udhëtuan posaçërisht nga Vlora, vlerësojnë figurën e zotit Neki Dredha, mes tyre edhe bashkëpunëtor të tij ndër vite. Ngushëllime të gjithëve për doktor Nekiun edhe për Nekiun tonë të dashur. Ka qenë një mjek që flinte në spital. E kupton ti, i brezit të rish do të thotë të flerë një në punës në spital? Neki Dredha ka qenë i tillë. Mendimi im kryesor një është ajo metafora që është shkëputur një lisë në kuptimin e plot të fjalës, kuptimin intelektual, njerëzor, politik, me doktorin mjekësia. Unë nuk e di se që kur njihemi, që në vitet e para të spitalit, me ndihmat, me ato të familjet, ajo eksperienca e gjatë pasaj në PS-n, momentet më të vështira, dhe më ka ngelur që kafja e fundi që nuk e pi, me mlam që ta pinim, dhe më tha që Liza, tha unë do kisha qef të shkruaj një libër për ty, po të kisha sy. Tash do isha më i lumturi nëse do ta kisha një gjë të tillë. Humbje për qytetin e Vlorës, ish kryetar bashkie, një nga doktorët më të mirë dhe drejtuesi i spitalit të Vlorës. Me këtë rast do t'i shpreh ngushëllimet familjes. Kjo është një gjë e natyrshme, nuk është se është një rrugë që e kemi të gjithë, që kur kemi lindur, e kemi të shkruar, por humbja e doktorit ishte humbje për qytetin, ishte një nga personalitetet e qytetit të Vlorës, njeri i dashur me të gjithë njerëzit, njeri që kujtohet nga pacientët e vet për dryret e tij si mjek, por edhe në kushte të vështira kur ai mori Bashkinë e Vlorës për ta drejtuar, e drejtoi me dinjitet dhe dha ato rezultatet e tija në Bashkinë tonë të Vlorës. Kam patur rastin, domethënë që ta kem jo vetëm mjek të fëmijëve, por dhe një mik familjar, shumë të mirë, shumë të nderuar, dhe natyrisht ju e dini unë kam punuar edhe me Nekiun si kryetar bashkie. Do të vazhdoj të ruaj respekt dhe minjojke të veçantë për marrëdhëniet me të. Jemi këtu për të nderuar figurën edhe gjithë veprën e doktor Neki Dredhës, qytetari i parë i Vlorës për vite shumë të vështira, periudhën mbas 97-s, me një kontribut të posaçëm edhe si i e pasionuar i labërisë dhe i gjithë kulturës zonës. Dhe padyshim është një moment ku duhet të shprehim gjithë mirënjohjen tonë, gjithë mbështetjen për familjen. Një njeri që ka kontribuar në shumë dimensione në ato qytet, një njeri që la një trashëgimi të çmuar për qytetin, ishte kryetar bashkie në kohë të vështira, ishte doktor në kohë të vështira ku kontriboi fort për spitalin e Vlorës. I shpreh ngushëllime e gjithë familjarëve dhe gjithë qytetit të Vlorës. Ngushëllime e familjes Dredha për humbjen e njeriu tyre të dashur, doktorit Nekiut, ish kryetarit Bashkisë Vlorë, një njeri që la mbas një vepër dhe një emër të madh. Ti shpreh edhe një herë ngushëllime të familjes dhe të urojnë gjithë të dashurit. Ka ikur një nga doktorët dhe një nga qytetarët më të shquar të qytetit të Vlorës, një njeri që ka kontribuar me vite të tëra në breza të tërë, si në shëndetësi, por ashtu edhe për komunitetin e Vlorës për shkak detyrave që ka pasur. Unë jam këtu për shkak se doktor Nekiu ishte një mik
i madh i babait tim, ndërkohë dhe unë me të dy djemtë e tij jam shok dhe jemi rritur bashk. Jemi të pikëlluar, pavarësisht se Nekiu jetoi me dinjitet dhe bëri një jetë shumë të gjatë, por prapë Vlorës dhe shoqërisë do t'i mungojnë figura të tilla të cilët kanë kontribuar në tërë jetën qytetare, ngushëllime familjes dhe gjithë të njohur. Kemi në nderim të babait të shokut të familjes. Neki Dredha ishte i simboli i shërbimit mjekësor në Vlorë dhe mëtej. Kontributi i tij është trirë në të gjithë veprimtarinë, në çdo cep të rrethit e në veçanti në Vlorë, ndërsa do të mbahet mend për shërbimin mjekësor human dhe për nivelin e lartë shkencor që kishte. Përveç se ishte kryetari i Bashkisë së Vlorës, Neki Dredha ka qenë edhe drejtuesi i Spitalit Rajonal të Vlorës, si dhe drejtuesi i Shëndetit Publik. Doktor Neki Dredha ishte shembull i pushtetarit dhe mjekut human, ku shërbeu me përkushtim dhe devotshmëri. Zoti Neki Dredha ishte një figurë e dashur për të gjithë ata që e njohën ndër vite. I paruar të jetë kujtimi i burrit të mençur, njeriut fisnik, ish kryetarit model të Bashkisë së Vlorës dhe mjekut human e të dashur për të gjithë, Neki Dredha. Lam të mirë, ish kryetari i Bashkisë së Vlorës, lam të mirë, mjeku dhe qytetari shembullor, Neki Dredha.